Trupi i dekompozuar i një 46 vjeçare është gjetur paraditën e së dielës nga Blut e Lezhës në një pallat 8 Viktima është Lule Basha dhe trupi pa jetë i saj është gjetur në bodrumin e një qendre tregtare, në një pallat ku mendohet se viktima ka pasur banor të afërm të saj. Mendohet se 46 vjeçaria mund të ketë vdekur të paktën 3-4 ditë më parë për shkak të dekompozimit të trupit. Viktima dyshohet të ketë rënë aksidentalisht nga ashensori, ndërkohë që policia i ka nisur menjëherë hetimet për të konstatuar datën e vdekjes dhe rrethanat. Paraprakisht, mendohet se viktima nga fshati Balldrej i Lezhës ka rënë aksidentalisht në gropën e ashensorit, duke gjetur vdekjen. 46 vjeçaria është identifikuar nga familjarët. Pas marrjes në pyetje të kushërirës, tek e cila ishte nisur për vizitë viktima, ajo ka deklaruar se nuk e ka takuar duke hedhur dyshime të forta se viktima ka hapur derën e gabuar, duke menduar se po futej në ashensor dhe përpasoj ka rënë nga lartësia. Megjithatë, Blut nuk përjashtojnë as mundësinë sa do të vogël të vrasjes. Dyshohet se gruaja mund të jetë hedhur aty pasi të jetë vrarë, por për këtë do pritet raporti autopsisë, që do hedhë dritë mbi shkaqet reale të vdekjes së 46 vjeçares.